Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Vazhdojmë dhe nderuar me ligjëratën e radhës dhe ju kujtohet që morëm për emrin e Allahu xhalla wa ala el-Malik apo el-Malik apo el-Malik. Të gjitha këto forma kanë ardhur do të thotë në Kur'an. Dhe përmendëm disa prej kuptimeve që dietarët islam do të thotë kanë folur lidhur me këtë emër. Dhe normalisht obligimet që i kemi ne përballë këtij emri. Pavarësisht ndikuan tek ne apo ndikuan, ato i kanë obligim që kaluan. Po ajo nuk është çështje doon e kohës, çështje e bindjes, është çështje domosdoshme. Në gjithë ato pika që ne i cekëm. Prandaj kishte të bënë me pjesën e parë. Pjesa e dytë ka të bëjë me aspektin edukativ. Raport me neve në lidhje me këtë emër. Do të thotë si ndikon ky emër që të na edukon neve, na përmirëson neve, na rregullon neve, sikur që është do të thotë çështja e ndalitur me çdo emër nga emrat e Allahut te bareka o taala. E kam cikëllën e nderuar edhe në dersën e kaluar. Se nganjëherë disa pika përsëriten. Normalisht se kanë bënë me të njëjtin Zot, tamam puna çdo emër me kon i ndan për tjetër. Apo mos e pas ndikim. Këto të gjitha tash e kanë një rol unifikues. Nuk kanë rol do të thonë shka për derdh. Apo kjo ndikon me një anë, kjo me një joja. Kanë rol me të unifikuar, me të bashkuar në qëllim të caktuar. Dhe e dyta që e kuptojmë për kësaj është se shikoj do të thotë sa është proces i vështirë, jo i lehtë, edhe i gjatë të kompletohesh në kornizat e të gjithë robi Allahut azza xhala. Nuk ka punë që sot bëhet. Shikoj në këtë emër të Allahut që po i marrim janë për me të bëra mirë të Allahut xhala xhelalu. Ka se ka pas njerëz që si kanë ditë detale, po janë bëra mirë të Allahut xhala xhelalu, me begati nga Allahu te bareka o taala. Mirë po, na po dëna mi marr gjitha sebepet e mundshme. E nga ato sebepet më kryesore dhe më elementare është ta njohim Allahun xhallahu ala. Që kjo njohje ndikon ta adhurojmë Allahun xhallahu ala si duhet. Adhurim me plot kuptimin e fjalës, që na bën rob të denjë të Allahut xhallahu ala. Na bën abd salih. Kjo është projekti i jetës, të jem rob të mirë të Allahut azza xhall. Që Allahu te barekotat na shpërblen për këtë robëni të mirë ditën e gjykimit. Kjo është qëllimi jon kryesor. Dhe krejt çka i kontribon kësaj dhe na ndihmon këtë drejtim, ne nuk duhet të hezitojmë, as të pritojmë që të shpejtojmë ka ajo. Të shpenzojmë kohën tonë, pasurinë tonë, këtë çka kemi që të marrim atë që na duhet në këtë drejtim. Çdo emri i Allahut azza xhall, nëse njëri e njeh Allahun xhallahu ala, përmes atij emri, padyshim se nuk ka mundësi zemra e tij të jetë e ngurtë, të jetë zemra e tij do të në gjendje që mos të përgjigjet me asgjë përballë atij emri. Po ndoshta dikush më shumë, dikush më pak, po ne besoj që çdo njeri që ka besuar në Allahun te bareka o taala në mënyrë të natyrshme, madje të domosdoshme, do të përgjigjet me kërkesë të këtij emri. Apo do të lejon zemra e këtij besimtari që ky emër të bën përmirësimet e duhura në zemrën e tij. E kurimi të emri Allahut el-Malik që folëm deri më herët, atëherë edhe ky, sikur se emri Rahman, Rabb, Allah, do të thotë edhe ky nga aspekti i kuptimit e tij e ka ndikimin e vet edukativ, ndikimin e vet në besimin ton, ndikimin e vet në lidhjen tonë me Allahun xhalla xhelaluhu. Pra ne tash do të marrim disa prej pikave që përbëjnë këtë ndikim. Që me këtë plotësohet, për shembull, ajo që është thënë deri më herët dhe ajo që do thuhet pastaj më tutje. Ndikimi i parë që pritet nga kuptimi i emrit të Allahut xhallahu ala është Malik, është të na shtohet edhe më tepër bindja. E ku nuk më them dituria, apo po them bindja se Allahu te bareka o taala është i vetmi që meriton të adhurohet, me plot kuptimin e fjalës. Dhe Allahu te bareka o taala në disa vende në Kur'an, përmes kuptimit edhe të këtij emri ka rënuar hynit që kanë adhuruar të tjerët. Që duket thash e thjesht, i përmet vërtet ka nevojë që të kalitet edhe më tepër në zemrën tonë. Edhe të llohet, edhe të njohet edhe më tepër në zemrën tonë. Nuk po them adhurimi vetëm ajo që ka të bëjë me aspektin e
kryes disa obligimeve, po me plot kuptimin e fjalës adhurim. Që nuk kupton të gjitha fjalët, veprat që Allahu është i kënaqur me të. Ti bëjmë dhe të largohemi nga çdo fjalë, s'po them fjali, nga çdo fjalë dhe nga çdo vepër që Allahu xhallahu ala e uran dhe nuk është i kënaqur me të. Kjo është proces i madh, projekt i madh në jetën e besimtarit. Andaj, nëse e njohim Allahun xhallahu ala është el-Malik, me ato 6 apo 7 pika që i cika që obligohemi të besojmë Allahut përmes atyre pikave, është padyshim se do të na shtohet bindja se ai është i vetmi që merret të adhurohet dhe do të na shtohet dashuria ndaj tij. Qase para menda do të thotë tër pushtetet në dorën e tij dhe asnjë thërmi me shekuj prej kur e ka kriju këtë botë deri kur e shkatron kur kujt zullum si bën. Njerëz subhanallahu njëri bokia pa kon këtë dunjë. Edhe nuk ka pa zullum, pa fakti që mundohet me koni drejt. A nuk ka mundësi me kon gjithmonë e dojnë hallk. U mundu. Për Allah xhallahu nuk mundohet me koni drejt, po është i drejt. As kujt subhanallahu, as një milingone, as një qenje më të vogël në këtë botë, as një pabesimtari me gjithë krimin që e ka bërë, me gjithë mëkatin që e bën, me gjithë mohimin te Allah xhallahu ala, Allah zullum nuk i bën atë. A nuk provokon këtë dashnim të madh ndaj tij? Padyshim se po valla, siguri, adhurim ndaj tij kështu më radh. Tërë ky furnizim që jap krijesave të tij, vazhdimisht, edhe të siguron se nuk shterret, kur i sigurt je, vazhdo. A nuk e ushqen këtë më tepër zemrën tonë me adhurim ndaj Allahut xhallahu ala? Padyshim se po. Shikojnë që ka thënë Allahu xhallahu ala në lidhje me të tjerat. Thotë Allahu subhanahu wa taala në surën Fatir, në ajetin 13, yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله جل وعلا thot يولج الليل في النهار, e fut natën në ditë. Ke natë dhe ma herët ku është? Ka ardita. E fut ditën në natë. Kuptim, shkon nata, vjen dita. Kjo është mjaftueshme për ta dhënë pushtetin e tij Allah. Kush e ka pas deri sot çita? Deri sot, veç çita. Kush e ka pas? Kur sa që kanë pas pushtet, kjo ka qenë diçka jashtë kërkesave njerëzore. As kanë pas mundësi kur. Andaj Allah është ai që bën këtë. Pastaj wasakhara lakum ash-shamsa wal-qamar. Wa kanë nështruar, u ka vënë shërbim juve diellin edhe hanën. Dielli a guxon në ditë me lyp pushim, mos më nënze kur, mos na bëj ditë kur. Allahu e na ka nështruar. Jo pse na e imponojmë me dënim diellin se si dal sot. Ku ki pse u vonove? U dal sot me dash, sot është me don 6:50, je dal 7:50. Ku ki që i sat? Apo atë tu ka vënë në herë dielli. Pse mos na e kanë imponuar me dala? Jo ai thot sakhara, unë u kam nështruar juve. Unë gohon që shtu me bëra s'ka çare pa buafta. Kush e bën dielli që shtu? Cili mërat? Ose hana me dal. E kena prit hanën e Ramazanit që sos s'dul hala. Apo? Ose Ramazani na zgati që 2 muaj po gjinojmë hala s'dul e shëval. Ja s'ka kështu. Aja ka thënë sakhara lakum ash-shamsa wal-qamar. Kullun yajri li ajalin musamma. Edhe të gjithë qarkullojnë lëvizin drejt një qëllimi të caktuar në afat të caktuar. Sa është kjo gjithmonë që thotë. Andaj aja ka caktuar drejtimin, edhe aja ka caktuar afatin. Dhalikumullahu rabbukum. Ky është Allahu Zoti juve, subhanallahu. Që ky është juve. Walladhina tad'una min duni, e ata që i thrasin pas Allahut, lusin pas Allahut. Çka kanë ata ndor? Nuk është marr Allahu tash më thonë që nuk e kanë diellin, nuk e kanë hanën, nuk e kanë. Ja. Kjo është luks për ta më thonë kështu. Ma jam likune min qitmir. Ata s'kan asani qitmir. Çka qitmir? Ata nuk kanë pozim asani qitmir. Sa është qitmiri? Qitmiri është mbështjellës i holl i farës së hurmës. A ke pa hurme i ka 3 mbështjellësa apo? Apo? Njëri mbështjellës i holl ai, ke pa veç me bu pak më gjesht që del një far. Është një mbështjellës shumë i holl nuk do kët. Thot Allah xhallahu ala as qitmirin se keni japën. As farat hurmës së mbështjellni, jo diçka më shumë. Kur jë më tepër. Kaç i ka sfiduar Allah xhallahu ala. Në kuadër të adhurimit. Lehul mulk, ati të kom pushteti, apo?
Prandaj në kuadër që i takon pushteti, e ka urnu diellin të bën kështu, e ka urnu hanën të bën kështu, e ka urnu diellin ditën, natën të bën kështu, se lahul mulk, atij takon pushteti. Ndërsa ata që adhurojnë dikën tjetër pas Allahut, shikon kuadër të adhurimit ka përru, ma yamlikun. Ata nuk posedojnë mulk, nuk kanë ata as sa një kitmir apo. S'kan ata as gjendor apo. Dhe shiko subhanallahu dallimin apo në bindje, nga dëshmëri për në shtrim, për adhëm që do tjetë mes neve dhe mes tjera. Sa është dalimi i madh mes Allahut edhe idhujve që adhërojnë pas Allahu xhallahu ala, a është edhe dalimi qashtu i njëjtë mes neve që adhërojmë Allahu xhallahu ala edhe atyre që adhërojnë tjerë në kuptim të sakrificës dhe angazhimit, mendoj që na e kanë afruar pak më ngata. Dhe Allah thotë, ma yamlikun min qitmir, kur subhanallahu, nuk ka kjo përbuzje. Ma yamlik s'kan. Kjo min qitmir as sa që kaq, domthonjë që kjo domthonjë që në këtë as kaq nuk kanë. E as më pak se kaq. Ndërsa në ajetet e surën Al-Ankabut, në ajetin 17, Allahu xhalla xhelaluhu thot. Ose para kësaj surën Nahl, surë begative, nimeteve. Apo në ajetin 73, Allahu xhalla wala thot: "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku." Shikoj shpejt yamliku, apo "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan fis samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un." Ata adhurojnë pos Allahut azza. Ta atil që nuk kanë posedim furnizimin e tyre apo. S'kan për të furnizuar as në qiell, as në tokë shay'an. Shikoj kjo shay'an ka ardhur në arabisht i thonë nekire. Do të e pashquar që në gjuhën arabe kur fjala shay'an apo vjen e pashquar në kontekstin e fjalës negative la yamlikun, mohim apo në kupton mohimin e çdo gjëje. As gjë nuk kanë ata. Çdo gjë që mund të jetë gjë ata se kanë. E ju padroni wala yastati'un. E as nuk pritet me bëna herë këtë punë. La, s'kan mundsi kur me bë. Nuk ka puna që sot se kanë, ja u ka marrë diku pushtetin, veç nesër na kur të marrëm na ju kallëzojmë. Kur s'te keni marrë apo? Kur? Apo andaj i tërësh dorën Allah xhala xhelaluhu. Pa shikoj çështën e posedimit e udhëheqës si e ka lidh Allah xhala wala me adhurim. Ya'buduna min dunillah. Prandaj sa më të bindur, sa më të ushqyer që jemi me emrin Allah el-Malik, më tepër duhet të jemi të ushqyer pastaj me bindjen se vetëm ti ta kanë adhurimin. Nga se në kuadër të kësaj Allahu xhallahu ala ka fol për adhurimin. Në kuadër të emrit të tij el-Malik. Në kjo ndikimi i parë duhet të rritet gatishmëria, niveli, bindja jon se vetëm atij dhe vetëm atij dhe vetëm atij takon të adhurimin. As kujt të tërheq, as një fjalë, as një shprehje, as një lëvizje, as një çerpik për kërkon se lëvizim. Në qoftë se ka të bëjë me adhurimin pas për Allahun xhela xhelaluhu. Kur kështu na duken emri Allahut el-Malik. Dhe thash to ajete që i përmenda janë në kuadër të kësaj. Allahu xhela wala gjithashtu thot në surën Al-Ankabut në ajetin 17: "Innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan." Ata që i adhurojnë pas Allahut nuk u kanë dorë rrezikun. Shikoj që ka lidh Allah xhalala furnizimi subhanallah me ibadet. Se njëri është i lig, si ti thosh tanali ujin, bjen sejdë. Si ti po e Allah xhalala shikoj po ju pi adhuroni ata të cilët me pas tanal. Apo e ti pa adhuron. E lënë mo çaj se ka son tanal. E pelën ato që e ka edhe stanal. Edhe pse ti nuk ka adhuron ata. A ne kanë kimi adhuruar atë? Dhe kjo më dhëshore me kuptu. Me pas njerëz në dorë furnizimin. Sikurse përmend Allah xhallahu ala në Kur'an. Në qoftë se njerëzit të kishin depot, çes depove apo çka kështu? Le amsaktum khashyat al-infaq. Kishit me enal, para Allah me on depot e qive, këtë çka ka me menaxhu ekonomistët e botës, menaxhani me depot e qiellit apo për tokë. Ju kallzoni kur me rashi, ju kallzoni kur apo me miell, me bukë, ju kallzoni. Allahu thot, kishit me të rjek dorën se tu në i poharqitit të për njerës.
Allah me on qive që kanë tokë. E parë jo ka pak këtë në tokë, apo? Edhe me që ta për në tutin. Kur gjë s'kanë heqë. Edhe me ata e tutin njërën, tanali, stallo, edhe njerës i bujnë sejtë, i bujnë ibadet, e ngojnë dikon të pas Allah që e gjelalu hapë. Në ato që ka është ndaluar, e lejuar, e kështu më radhë, për çfarë arsye? Veç për shkak të furnizimit, apo? Për shkak të furnizimit, për shkak do të thotë të pasurisë. Edhe kjo pasuri nuk është veç pasuri materiale, por edhe pushtet është pasuria. Edhe kjo është dorë të Allahut xhalla xhelalu. Me kon një mbret i sigurt, apo që kur para si harxhiten, edhe kur se me pushtetin, a ka mundësi një fuqi jashtme me i bu presion? Kur? S'ka mundësi, apo sa i ka dy kryesori ka të sigurta. E Allah po i thot që asaj që po i tutesh ti, apo dhe për shkak të asaj pinë shosh dikujt tjetër, ato e ndurt mia, se dia e ke ditë ajo. Edhe aty në që ti po i tutesh unë ja u kompton. Pra ku ka do të më kon kibla atë? Ku do të më kon balli i kthy? Kjo është thash ndikimi i parë që duhet ta përjetojmë ne kur flasim dhe kur e kuptojmë, kur përjetojmë, kur ta kujtojmë, kur meditojmë rreth emrit Allahut el-Malik. E dyta që e kam pranë ditort është nga dikimi i emrit Allahut el-Malik tek besimtari është se i shton frikën ndaj Allahut azza xal. Nuk e lën me kon apo në kuptim si i pavarën, ja, shikoj çdo sa ne ka dorën e vet. Subhanallah, po deshti Allahu xhalla xhelaluhu, ai që ka dhënë shpirtin tash ta merr. Kur don ta merr. Prandaj sikur që disa nga dietarët bashkëkohor thonë që janë të lamive shkencore, musliman, thonë me ditë njeriu, apo në çfarë pozicioni rën toka, apo sa që të popullit tel hyqë është, apo gjumi si më rahat natën apo. Për më bota çdo moment është e rrezikuar, ose pi komete, ose pi vullkani, ose pi murdzu vetë, çfarë Allah ka kurdis. Apo për më tregu se veç ai e mon. Por ju s'ka shtylla, s'ka diçka që është e sigurt. Veç ai është duke e marrë këtë tokë apo. Në momentin kur ai apo bjen. Para në toka, e ku është shpirti apo? Me ditë ti, për shembull, vallahi që funksionon shumica e gjymtyrë e organeve tuaja apo, sot të lhyqen ka herë apo që vetë me pak çast diçka më vonu, shkove apo. Se s'posh rahat kur Allah. A nuk është kjo, e kush e ka këtë në dorë? Me sekonda, kush e ka në dorë? Allahu xhallahu ala. A nuk duhet të kemi frikën pak më tepër atë? Dhe gjithashtu edhe dëmin që mund të shkaktohet, veç Allah e ka në dorë atë. Andaj populli Hudit e ka kërcënu Hudin me idhët e vet. Kon ti po na shon idhët, ç'tash ke pasha me gjithë ty apo? Si me thonëve, a ju po folni për këta? Tash kimë po të çka kanë me bota. Çu do të mos illna atë? Që Allahu xhallahu që ka thot për Hudin. Hud, surja Hud ajeti 56. Populli vetë ka thonë in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Ti që i domon sa i ka fol mos adhuroni këta kon ti kokeçmend. Kokeçmend, ti s'ka kanë mend, çapo lipi neve. Pastaj ka lyk për sebepin e çmendurisë. Pse u çmend në mirë e kon. A ka in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Të kanë rroka për shkak Zotin aton me diçka të pitkesa apo. A thojshëm na mos i shoj që tash i lutëm me që bu. Çka ka thonë Hudi alayhis salam? Ne kanë përgjigje në pejgamberit që ka njoftë El Malik. Ka thonë Hudi alayhis salam qala fa Hudi alayhis salam inni ushhidu Allah. Allahu ne kom dëshmitar. Wa ashhadu edhe ju dëshmitar. Edhe ju dëshmoni, apo enni beriun mimma tushrikun. Unë përsëri po e shpalli dhe po deklaroj se distancona nga të gjithë ata që jeni duke bërë shirk. Përsëri po them. Ky reagimi im ndaj frikës, apo ndaj kërcënimit juaj, që sapo tutna. O pat po i kallzoj që unë krejta i hudhin bërllog. S'kam bëj me ta fara ato. Pse? Pastaj thot mimma tushrikun min duni, që bëni shirk pas Allahut azza jalla. Fakiduni jami'an, thumma la tunzirun. Edhe të gjithë bëni bashk edhe bëni kurtha. Thumma la tunzirun. As mos japni afat, kimë po mas një javë jo që tash më herë. Kanë lidhë që keni me idhuj, me sirbaza, me falltor, me keq ka keni këtë lidhë. Thumma la tunzirun. Pastaj as mos më japni afat bile hiç
Mos thuj kin 2 ditë afat më kthy. Hiç s'ka afat, çitash më herë. Pastaj inni tawakkaltu ala Allah. Unë jam mbështet Allahut azza jalla. Rabbi wa rabbikum. Apo ai është Rabbi. Ai është Zoti jam. Kush kujdes për sigurinë tëme, edhe sigurinë e juve. Pastaj ka thonë ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Ma min dabba. Nuk ka krijes, apo nuk ka krijes e që frejt e saj nuk janë dorë në Allahut azza jalla. Ti mundesh me nxit, apo po kush e ka zinxhirin dorë, ha? Mi ka du diku do të më shku. Allahu xhallahu ala i ka dorë frejt e çdo njeriu, nasie, balli. Këta apo këto që janë të lidh. Allahu xhallahu ala i ka dorë. Inna rabbi ala siratil mustaqim. Që ka këtë përgjigje të nutë e të huda zëmë, Zotë jam është në rrugë të drejtë. Andaj në stutna, si në rrugë të drejtë. Pastaj ka thonë në hudja e zëmë, fa in të wallau, në qofë se i shmangën kësaj, stojnë që me besu, fa kad ablaqtukum ma ursiltu bihi ilejkum, wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum, wa la tadurrunahu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafidh. Në qofë se i shmangën i këti uzime, atëherë, unë e kam qunë vend atë për çka jam dërguar. Dërsa sa i përket juve, yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum. Bien Allah popull tjetër pas juve. Mos besofshi punë e madhe. Ju myt Allah juve që bien të kreta tjera që besojnë. Andaj kjo është në frikën dhe Allah xhallahu ala. Dhe frikën pozitive që në kupton mbështetjen e Allah xhallahu ala. Prandaj Ibn Qayyim rahimullah kur flet për tawakkulin, për mbështetjen e Allah xhallahu xhelalu është thotë se janë 10 shkaqe që ndikojnë në ushqimin e zemrës me tawakkul. E para për ty është ma'rifatullah. Njohja e Allahut azza xal. E jemi duke fol për njohjen e Allahut me emrin e Tij El-Malik. Në qoftë se e din se krejt janë dorë ti, apo a ka mundësi me kërcënu dikush tjetër jashtë? Ja. A nëse Allahut kërcënon çfarë toto? Se Allahut kërcënon me xhehenam, duhet më tut, apo se s'ka kush që thotë mos ki gale sot ndali pitin apo. Nëse pitir Allah po thotë, unë të ndali pitin, ti mos e ki gale. Nëse pe Allah xhallahu ala kush ndal. Ai këtu na son frikën e Allah xhallahu ala vazhdia. Mbështetjen e të, sigurinë e të për ballë tjerëve, ndërsa në raport me Allah xhallahu ala frikën atë. Emri i Tij El-Malik. Gjithashtu prej ndikimeve që priten apo të ndodhin në qenjen tonë, në zemrën tonë, përfitimin nga emri i Allahut El-Malik është pas që thëmë se Allah i takon i tërë pushteti, i tërë sundimi, apo? Atëherë Allah xhallahu ala këtë dunja, këtë udhëheqje e ka rregulluar me një sistem caktuar, me një ligj caktuar. Dhe nëse ati i takon i tërë pushteti, i tërë sundimi, atëherë edhe ligji edhe sistemi që e ka vendosur në këtë tokë duhet të respektuar. Që s'ka mundësi i tërë pushteti është jote. Ti e këtu krejt, ama ne e bëjmë çu dojmë. A është kjo reflektim pozitiv për mallë të jamni? Ty të kena këtu këtë parin, apo, me që ti veç rrë këtu. Na, qëka dojmë bojmë? Kjo pa dushim se është në kundërshtim me këtë emër. Që se aja është sunduesi, atër edhe ligjit i duhet të sundon. Në qofë se aja është që i tërë pushtetin në dune ti, apo, atëre duhet që gjithashtu të instalohet në këtë pushtet ligjit i ti. E sarë në zënë dili dhe zënderuar. Në zënë dili, neve në kujtojë se aja është duke nxe si pasojë e ligjit të Allah xhallahu ala. Sa ti të merrsh frym, apo kjo është duke ngjasë si pasojë e një ligjit të Allah xhallahu ala për frymarrje. Sa të sheti diçka, kjo është duke ngjasë si pasojë e një ligjit të Allah xhallahu ala. E kështu me radhë. Gjithmonë duhet më ta kujtoj se ai aspekt ku duhet zbatohet ligji i Allahut e që më është besuar mua që tu pa çalojmë natë. Se këtë perfekt do të shkuap. Këtë do të shkuat perfekt. A ka diçka mongu aty ku Allah e ka marrë përsipër me kon ligjit i? Ja. Nata po vjen, dita po vjen, apo shiu po vjen, dimni po vjen, vjeshta po vjen, vera po vjen, nata, ditë, këtë po vjen. Këtu e në ligji Allah të zëllë. Aja ka vënë këtë ligjit për shkan. Ndërsa zbatimin e ligjit të ti në tokë, duke fillu prej vetës tonë, familjeve tonë, pastaj rrethit,
dhe shoqënisë, këtë na e ka lënë Allahu xhallahu ala neve si sprov. Jo pse është në zonë dikun e krymën i hapë. Allahu xhallahu ala nuk zihet atë. Madje me kthy në rrafshin njerëzor. A është më lehtë me ndru ditën dhe natën dhe me detru dillin, me nxe e me dalë e mu largu, apo a me instalu një sistem caktuar të familjen tonë? Çfarë mashtir? Në rrafshin tonë njerëzor. E para është mashtir Allah. Çu shkëtur se dillet dil. Me bu mos më do, çka i bën? Nëse në familje me bu mos më zbatu ligjin Allah xhallahu ala, ki çka ju bën? Ki çka ju bën? Ki fëmijëve tu ki çka ju bën? 7 vjet ka thënë pejgamberi me urdhën. Urdhën më fal. 10 vjet me rreka pak. Se s'u zbatohet ligji. Se ndore ki. Prandaj emri El-Malik duhet që të ushqen zemrën tonë përgjithësinë. Tash e para adhurimin, e dyta frikën, e treta përgjithësinë që e kemi për të zbatuar ligjin Allah xhallahu ala në tokë. Ka sa është mbreti, ai është udhëheci, ai është pushtembajës, ai është sunduesi. Prandaj edhe i takon që ligji i tij të jetë udhëhecis në tokë. Mbrana mundësive që kemi, duke filluar nga vetja jonë, e familjet tona e pasaj të ashtrim këtë mundësi deri ku kena mundësia. Po nuk jemi të amnestuar. Dikush mendon se çështja e halifës, unë s'moj me bukurxho, ka bie Zotin e halifën apo në ski mundësi me pru halifën apo në Mekë, a ke mundësi me pru halifën shpejtone? Me vendos çka kanë me kthyer fëmijë në televizor, me vendos ka ka me shku gruaja, me vendos çka ka, a ke mundësi? A ke mundësi? Po, ka mundësi në ka ik treni se edhe vet jena kon larg, e po duhet të punu për këtë. Duhet të punu për këtë që jo më pyet na shtëpia tona. Jo t'japim përshtypje familjeve se tash ne na bë ma burra, tash do më jove për këtë punë. Po të instalohet ligji Allahu xhallahu ala. Shariati me familje. Ti je halifja apo edhe ata janë umetit, familja jote. Çita i kiti. Ti më shta ki morin gjallë mul qiyama. Si çdo pejgamber del në umetin e vet apo? Cili është umeti yt? Familja jote. Ti del me ta mul qiyama. A ti veç për ta ki mu vet. Prandaj që aty të instalojmë, që aty të insistojmë ta instalojmë pushtetin e Allahu xhallahu ala. Në qoftë se nuk pyetet Allahu në shtëpitë e muslimanëve, ku pret më pyet Allahu? Ha? Ku pret me vet? Në qoftë se Allahu xhallahu ala nuk pyetet në zemrat tona, se ka hala dikush që dirigjon ato zemra, e ku pret të me instalu shariatin e tërë? Ku? Subhanallah, nëse mund me bëni krahasim, veçanërisht për meditim, po du me të këtë rast, hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që i avlen me mediturë dhe thi në kuadrët të saj që po flasëm. Hadithi i njohur Yusha ibn Nun, apo, kur Allah e ka urnu, Musa në me hi, në Palestinë, ka udkhulu vëshheni, nësë kur të heni që lërë, s'ka ndash me hi, 4 vjetë ka mbredhë, po është e përpjetë, s'ka njësë ka përshkojnë. Dhe se o pasru ajo gjenerat e frikacakve, e qyqarve, apo, që s'kam pas guxim as me hin der, që Allah i ka, ne me qu dorë me armikun Allah të zgjedhë. Gjenerata qyqare sfitojnë kur. Ata që s'kan guxim me hin der, atë Allah i thot brell një shetet në për tokë, dikon do të marrë dhe tjerë. Që nuk din që ka për buzë në nëshmimi, po jetojnë me kënari edhe me nder. Ka arë mas 40 vjetë dhe apëton, Yusha ibn Nun. Edhe i kam ledhë miletin. Shika për me hi, ku? Me hi veç me një qytet. Me një qytet, Kutsi, që e ka ndërtu Sulejmani a.s. Apo i ka thënë Allah xhallahu me Davudin a.s. Hen qëtu, që ka duhet me qëllëru qëtë ven, që ka për një ven, i kam ledhë miletin atëm, edhe i ka thënë, ta shke 40 vjetë Allah, 40 vjetë jam bredhë, 40 vjetë, ata do të tëtë, gjdo dit kam përjetu idhësin e dështimit të mëzbatimit të një urni, 40 vjetë. Këta është dashtë, mas 40 kur ti mbledh Yusha ibn Nun ju thon qëra Allahu në rregull, ku do të më shku? Që çdo të thonë ata më reagu. I ka mbledh Yusha ibn Nun i ka thon njëri nga këta 3 njerëz më zgjen mas me japën. Qysh hala ka kësi njerëza? Njëri nga këta 3 njerëz më zgjen nga mas me. Kush janë këta? Njëri që është martu apo ka bo akt hala sërku të gruja vetë. Jo, kjo ka menën të gruja. Kësi njerë që kanë menën të gruja, më zdi me mu lufta. Se këta sune që si shëriatën.
Shiko, ai që ka met atje s'un vjen shariat me bo. Ai soja lala çka në të gurëvat atje. Tani djen me ne vetë. I dyti, ai që e ka ndërtuar shtëpinë atë. E ka ndreq hala sojin të atë. Ki ka met atje atë. Te shtëpia vetë i ka met ai. Hala. Ky ka çish duket e kjo soba, çish mrin ky ka hoqë. Ti si e për luftë Allah. Ti si e për shariat. Rrin njëra në shpetonë tani dalëm atje atë. Sa ka që kur ti qesëm nga përpara apo nisëm u klasifikuam atë. Allah na ruaj. Ai nuk instaloj shariat e shtëpia hala në zamër, gruaja në zamër. Kaj tu gullumon që mbo dëna shariat na po. Jo vëllam, zvoç shariat apo. A bërë që kim? Këzëmon, po në s'ka kam, ja bërë që ki. E që po të kalëzoj se në këtë gjendë nuk bëhët atë. Edhe e treta ka thonë ati që, shikaj ku e ka pru, subhanallah, ju që e bunoj, me vahe ka po këtë punë. Kanë ai që do të pret me dalë zëgjt, pulat, me buvu, apo, ose me pjell lopa, apo, mos vjen. Se i ka met atje sa voja qëtë, sa vici, o asis unë vinë mu luft, i ka met të vot, e të lopët, e të viqat, mos hajde. Po që jo met një grup i vogël njerëzve. Daju ky për shkak grus, ky për shkak të lopëve, viçave, vove, ky për shkak apo për shkak shtëpisë, nda hallku. Një grup i vogël kanë shku. Kur kanë shku, ditën e xumë kanë luftuar. Ka qenë duke përnu dilli, dhe si të ka përnu dilli te benesit ka qenë haram me luftu jo musabt ditën e shtunë. A kanë qenë duke fitu? I ka thonë dillit ju që e bënun. E atëherë dilli lëviz me gisht. Kur sa burra që e kanë çprar zemrën për dunjas apo. Kanë dalë me ngjall shariat në Allah xhallahu ala. I kon anti ma'mura wa ana ma'mur. Ti je urdhnuar po donë më urdhnum. Ti je urdhnuar me perendu, po unë më urdhnuar me shti shariatin që tu hapton. Prit pak, ti të kryon hapton. Edhe është nal dilli s'ka perendu, ka në hadith, ky hadith është sahih Buhari. Dilli s'ka perendu, ti të kryon e punën, prit pak. Dilli nalet hapton. Kur ka kësi burra që do të e kanë nxjerrë dunjën pe zemra dhe qëllimi i tyre është instalimi i shariatit të Allahut xhallahu ala. Mirë po, në zemër apo 100.000 hise i kemi apo personale, individuale, teke, dëshira për karrierizëm, për pushtet, për gjitha apo e dunë më nonal armikus nalet kur kush nalet. As mushkoja s'na nalën të na hongër. Jo diçka tjetër, kur kush nalet, ne më digëll apo. Ma kur të nxjerrsh pe zemrës edhe me emrin Allah el-Malik. Sa ati të kom pushteti, dikush të në tokë për të mja mora, pëton, na dëna me vendosë këtë pushtet, ati që i të kanë. Wallahi, Allahu xhallahu ala kom në ndihmuar. Për kjo është kuptimi jam të Melik. Ati të kom pushteti, duhet më sundu për ai pushtet. E çfarë kuptimi ka? El Melik, i tërë pushteti është i tij, pëton, e shpit nefës është El Melik. Ku pret me konti Melik pra? A e duhet që të insistojmë që mas pari në vetë atë të jetë Melik. Të na, duhet me thonë mas pari, edhe këtu ku të luftash, kush e dën këto dilni, kush e dën, çështë me çysh ka folaj me milet, ti më janis me vol me veten tonë. Që tu fillon dialogu me veten tonë. E kur të krysh del tani thush familjarëve e thush tjerëve kështu më radh. Po zama plot dunja, të dashuri apo për pushtet, për karrierë, për emër, për lavdata, kështu sfitohet. Kështu zven shariati. As shpesh kërkon. Andaj nga përfitimet që i fitojmë nga emri Allah xhallahu al-Malik është se duhet të instalohet pushteti i tij, sistemi, ligji i tij, shariati i tij në tokë. Duke filluar thash nga vetët tona fillimisht e familjet e tani deri ku t'japet mundësia që të arrijmë ne mbrana jetës që Allah xhallahu na ka dhënë. Prandaj edhe Jusufi alayhis salam në takimin e parë apo që ka pas me ata të burgos, mundësia e parë që ka pas diku në Bodavet në burg ka qenë e përmendur edhe ky realitet apo. Ma ta'budun min dunillahi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan in al-hukmu illa lillah. In al-hukmu illa lillah. E tërgjykimi edhe pushteti të kanë vetëm Allah xhallahu ala, gjitha këto janë pallavra. Kjo është kërkesa e tauhidit e emrit Allah el-Malik. Apo këtë ka thonë në burg Jusufi alayhis salam. Hera e parë për njerëz, po të mos harroni inil hukmu illa lillah. Amara an la ta'budu illa iyyah. Ka urnu që kjo që i takon pushteti, ka urnu që mos ta adhurohet askush pas tij. Dhalika ad-dinul qayyim. Që kjo është fe stabile, çështot me si kuptime stabile.
Nëse të nxirren këto kuptime nga kjo fe, nuk ka më stabile. Dhe me sjell stabilitet, sjell destabilizim. A me këto kuptime të tauhidit dhe të adhurimit të Allah xhallahu ala, po bjen stabilitet në tokë vallahi. Rahatie, qetësie, të të mirat. Nga se jashtë asaj që njerëz kanë mundësi me bë. A është të shku krejt mirë? Po vallahi. A u kënaqë me dilli, a u kënaqë me hon, e me shime të kënaqë. Apo pse janë të funksionuar në bazë ligjit të Allah xhallahu ala. Këta që ka po hekum është për shkak të kësaj mungesës, se po mungon edhe çka tjegull. Apo nuk po zbatohet ligji i Allah xhallahu ala në tokë. Andaj jena tukë vujt. Krejt njerëz e kaft. Edhe kaft e ngrata po hekin për shkak të mosbatimit të ligjit të Allah xhallahu ala. Edhe bimt, edhe toka. Këta ankohen tek Allah xhallahu ala për keqbërën e njerëzit që bën në tokë. Nga ndikimi i emrit Allah xhallahu ala El-Malik tek ne është se na bën që të lidhemi më fort për Allah xhallahu ala. Na bën që të strehojmë tek ai. Na bën që më shpesh ta kërkojmë ndihmën e tij, ta kërkojmë përkrahjen e tij, ta kërkojmë strehimin e tij. Dhe kjo e gëzon Allah xhallahu ala shumë. Ti për shembull shpëton e kurie. Apo edhe ndodh që fëmia friksohet diku apo, edhe ngan te te hapton. A kënaqesh? Kënaqesh? Apo se po ta beson ty, apo ka diku më armë u strehua. Por në korobi ik pe tutave, frikave ndryshme, krizave, kërcënimeve ndryshme ku ik? Ta që është El-Malik. Strehohet tek ai, e lyp mbrojtjen e tij, e lyp përkrahjen e tij. A nuk gëzohet Allah xhallahu ala? Gëzohet kur e sheh se robi i tij po e dëshmon praktikisht nevojën që ka për Allah xhallahu ala. Ne sa ka vënë në Kur'an që na ka mësuar Allah xhallahu ala që të kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga kush? Nga shejtani i mallkuar. Madje në çdo lexim të Kur'anit themi siç a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pse? Pse do të lexoj fjalën e Allah xhallahu ala, e armikun e Allahut nuk e gëzon kjo. Dhe i vetmi që mund të na mbron në këtë rast nga ky armik është Allah xhallahu ala. Prandaj emri Allahut El-Malik na mëson që më shpesh e para dhe e dyta në mënyrë pak më cilësore, jo veç ashtu të mugjujt, apo po në mënyrë pak më cilësore, më kualitative, ti mbështetim atij, të kërkojmë përkrahjen e tij. Jo vetëm të themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, pse duhet më thon. Po ta lidhsh me emrin El-Malik, po them a'udhu billahi apo El-Malik. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut që është El-Malik minash shaitanir rajim, nga shejtani që është rob i Melikut. Kur të thosh këtë kuptim, apo sa është dallim pasaj madh. Sikur që ai dietari ka thonë nxënësve vet që ka bëu përimin, e një orë që e kemi pranë disa herë, apo ka thonë në qoftë se janë duke kaluar pranë një tufë delesh që i ruan këto dele, apo do të thotë një tufë tjetër qajsh. 4-5 qenë sharet e ruan atë tufë. E ti do me kalu, ata të vërsulin normalisht, se mendoj që do me kap delen. Ka thonë, qysh kaloni jo? Hajtë të shumë aftësi dhe shkallësin e juve. Dhe kam përmen në zonës, apo, lëllë mënyre. Une i bi kësaj dhe shkoj kështu të ma shpejte në ato, ka thonë, kursen e vetë nga gjitha këto. Zidhja me e mirë, me e përstashme është, thuj që banit ma i qetë dhe i të kalaj aftën. A i sigur pastaj, a i rrunë, thotë, unë jem të i maqë, përshë, kalat është lirë. Ande edhe në këtë dunje, sa ka pej këtyme qenve që dojmë të vërsullit, shejtanve, të lifara, s'ki nevojë ti me bo eksperimente, apo masat të sigurisë me ndërmarë. Jo. Thuj ati që është El-Malik, ma i arab dhe të ka përsej. E thu kry puna. Shumë thjesht. A i ka ndorë. A i ka ndorë. Për në këtë bën që ati të lidhësh më tepër me te. A i bën që, kjo bën që të kërkash strehim më kualitativ. So, nuk po them që nuk kërkojmë ne, po kërkojmë kërkesë më kualitative të këtij strehimi dhe kësaj përkrahje nga ana jonë që kërkojmë tek Allahu subhanahu wa taala. Tjetra që duhet ndikoj e që është ndërlidhur edhe me pjesën e parë se kam atje është se pasi Allahu xhallahu ala është Melik dhe depot e furnizimit, të gjitha këto bëjnë pjesë në pronën e tij, në pushtetin e tij, atëherë kjo është mbindje besimtarit apo se
furnizimin e tij nuk e ka askush në dorë pas Allahu xhalla xhelalu. Dhe kjo e bën besimtarin pastaj që ta ndjek vetëm kënaqësinë e Allahut te barekuhu teala dhe kënaqësinë e askujt mbi fytyrë tokës, hiç. Nuk e sikur se ka dhe më herët, do të nuk e frikson askush kuptim të rrezikut. Nga se din se e ka në dorë El Malik, i gjithfuqishëm, që është edhe Rezak, që do mësojmë për kuptimin e emrit Rezak. Po para Rezak është El Malik. Se rreziku është në kuadër të mulkit të tij. Prandaj Allahu xhalla xhelalu i ka gjithë në dorë vëllezër. Sikurse ka kërkuar Muawiu radhiyallahu ta'ala anhu një këshill prej Aishës radhiyallahu anha. Edhe Aisha çfarë i ka thënë? Ka Aisha radhiyallahu anha ajo që e ka marrë mend për pejgamberin është se kush e kërkon kënaqësinë e Allahut duke i hidhruar njerëzit, edhe në qoftë kjo në llogaritë të hidhrimit të njerëzve, i fiton të dyat. Nga se Allahu bën që të me kënaqë me të. E kush e kërkon kënaqësinë e njerëzve në llogaritë të hidhrimit të Allahut, i humb të dyat. Edhe kënaqësinë e njerëzve, edhe kënaqësinë e Allahut xhela xhelalu. Andaj depot e furnizimit material, të autoritetit, të pushtetit, të çka do qoftë, janë në dorë të Allahut xhela xhelalu. Prandaj Allahu te barekuhu teala këtë pushtet i jep atij që don. Dhe ja merr atij që don. Nëse ta ka dhënë pushtetin si pasojë e respektimit të kënaqësisë së tij, ndihmon në dynjë të shpërblen në ahiret. Nëse të ka ardhur pushteti, autoriteti, çka do qoftë, furnizimi, rreziku, përmes rrugës që ai është i kënaqur, e ta ka dhënë, dije se me të po dënon dynja edhe po të lajmëron se ka më dënuar në ahiret. Çdo rrezik që vjen. Prandaj Allahu xhallahu ala thot: "Wa nastadrijuhum min haythu la yash'urun." Ne nastadrijuhum. Pejkata nuk e hetojnë. Çka është istidraj? Istidraj e kam pyet Ibn Abbasin çka është, ka thënë me të furnizu ndërsa ti vazhdimisht bën gjunohe. Apo çka është istidraj? Se daraj është me zbit të poshtë, apo e istidraj është me tjosh zbit pak të poshtë. Apo duke tjosh ti si shesh shkallë mirë me ta thuj qafën poshtë atje. Me çka? Me të mira, me begati. Kjo është më e keqja që dikujt domon në udhë billah ti vjen gazepi e dënimi përmes begative. Kjo ndodh tash si pasojë e çkafit, si pasojë e kërkimit të rrezikut të furnizimit, jo nga rrugët që Allahu xhallahu ala është i kënaqur. Ai ka mundësi me ardh, mi po mos e konsidero fitore. Ma mirë këtë me qenë më smar vallahi. Brespaku të kish kursy Allah me emrin e tij Latif. I po çështë ka dhon, apo ndërsa ti je në mëkat, duke kërkuar me mëkat, duke kërkuar përmes hidhimit të Allah xhallahu ala, ka mundësi me ardh. A qofë se vjen, mos e konzo furnizim që kimi ju gëzu, as dunja as në ahiret. A kjo është një prej dobive që duhet i kemi parasysh vëzëndëruar, do thot, të kemë në dhët El Malik. Sikurse, thot Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an, në shumë sure, në surën Hud, në jetin 6, thot Allahu Gjelle Wa'ala, هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولون الذين كفروا إن هذا لسحر مبين. Ajo që ka krijuar qiellin dhe tokën në 6 ditë, وكان عرشه على الماء, dhe arshi i tij ka qenë mbi ujë, liyabluwakum, që t'ju sprovon, ayyukum ahsanu amala. Andaj keq ka t'i ka pa Allahu xhallahu ala, keq ka merr, keq ka jap, keq ka do thot e ke gjitha këto janë në kuadër të ligjit të sprovës. Në kuadër të ligjit të sprovës. Andaj nëse Allahu xhallahu ala ka marrë diçka si pasojë e përmbajtjes tënde nga harami, dije se e ke dhënë provimin. Nëse të ka dhënë Allahu xhallahu ala si pasojë e shkeljes së haramit, dije se ke dështuar sprovë. Andaj halalit dhe harami nuk vendosin a ki me marr as ki me marr. Ato janë ligje që kërkohet prej tetë respekton. Po nuk do të thotë se mos respektimi apo nuk kupton privimin. Jo, nganjëherë mos respektimi nuk kupton dhënien. Por dhënia kësaj radhe është më e keqe se me të privuar. Pa këto do t'i kuptojmë në kohën e Allahu xhallahu ala El Malik. Gjithashtu për indikimet të këtij emri që duhet ta ketë tek ne është
pas që kuptuam dhe ndëruar se i tërë pushtetit tek Allahu xhallahu ala. Dhe ai është pronari çdo gjë. Atëherë e kuptojmë atë që thekëm më herët. Dhe vallahi këtë ditë duhet të punojmë shumë. Se krejt çka kemi ne na është dhënë në shfrytëzim dhe në huazim. Allahu xhallahu ala ta ka dhënë begati për atë me ja kthy këtë begati nesër. A ke shfrytëzu? Po. Për atë me ja kthy çush ta ka dhënë. E paramendon njerëzit sot bëjnë dëmtime në dy rrafshna për begatin. Edhe e kthejnë begatin të dëmtuar, edhe e kthejnë të keq shfrytzuar. Apo dëmtim dy fesht. E që pa dushmë për këtë ju shtohet dënimit tek Allahu xhallahu ala. Ne keq çka ki kurrës është e jotja. Apo edhe kur këtë e kupton njëri pastaj çka ndikon tek ai? Ti shtohet mendjemallësia apo modestia? Modestia është ose s'ki kurrë. Wallahi sikur se ka dhëmërat, sikur sa ai që ka miliarda apo miliarda i ka të deponuar nëpër banka, sikur që ai që ndoshta 1 euro nuk e ka në xhep. Tek Allahu janë të dy të njëjtë. Asnjëri nuk është në kuptim njerëzve që thojmë më i rrezikshëm, duhet më rrit ti më shumë. Tek Allahu xhallahu ala të dy janë rob, abid. Rob të tij apo ja merr këtij e ja pa tij apo. Andaj kjo do të na shumë modestin. Këtë çka të fitojmë këtë dunjë, nga autoriteti, nga pozita, nga pasuria, nga të arriturat, nga suksesi, nga fama, këtë çka kena në këtë botë, duhet na shton modestinë më tepër apo. Po njerëzit me xhelet apo sa më tepër kanë e ngritin kokën më lart. Duke menduar se këtu janë të atyre. Sikur thotë Ibn Qayyim rahimullah, Allahu xhallahu ala i jap robët. Dhe kjo dhënie është dhënie interesante, apo i jap duke i mundsu shfrytëzim maksimal përballë së begatie. Dhe ky shfrytëzim dhe ky posedim fillon tek njeriu të ushqen mend në zemrën se e jam jashtë. Sikurse dikush më tallon për shembull një mall edhe stalip. Niko fillon njëri mos si me kuni tina atë. Po spellim ka po gati ka harru e jam ja edhe tani fillon e jam ja. Dikur me mua jam ja lip fillon me polemizu. E jam jashtë. Nuk e jap mallën që e di që dikush e ka dhënë atë. Andaj Allahu xhallahu ala nuk ka dikush që del gjyq me të. Që gjykon, a është e jam është e jotja atë. Apo me dal me Allahun në kıyame, robi thot e jam ja kon, Allahu më e jam ja kon, tash më gjyk. Jam në kıyame çdo kush e kupton e kujna kon. Edhe çka u kon. Madje njëri moment e vdekjes e kupton këtë kujna është atë. E kupton se s'ka asgjë me veti. Nuk merr kurrë me veti. Prandaj gjithashtu kuptimi i jam të Elmelik thash na bën që të kuptojmë se këtë çka kemi në shfrytëzim dhe gjithashtu të na shton modestinë për Allahut te bareka taala. Dhe në fund dua të them është ta shfrytëzojmë këtë emër të Allahu xhallahu ala që ta thirrim Allah me këtë emër. Ta lutim Allah xhallahu me këtë emër. Dhe lutja me këtë emër është përfshihet në dy lloje të lutjes. Edin se lutja, duaja është dy lloje. Dua el-mas'ala apo edhe dua ul-ibada apo dua ul-thana, sikur e ka ndjetar. Një lutje është lutje kërkese, lutje që përmban në vetën e saj një kërkesë caktuar. Dhe lutja që përmban në vetën e saj do të thotë falëndrim dhe madhërim te Allah xhallahu ala pse s'ka kërkesë caktuar. Të dyja të lutje. Andaj lutja e adhurimit, lutja që nuk ka në vetën e saj kërkesë, e që mund të bëhet me këtë emër është të shumta që kanë në Kur'an hadith në pyetjen. Fjala Allah xhallahu ala në surën Al-Imran, "Kulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha." Kjo dua, ka slapa thuaj o Zotim, do thirrë me këtë emër thirrë dhe pohaja atij këtë pushtet dhe këtë emër, dhe se vetëm ai mund të jap pushtetin, pozitën, autoritetin, famën, pasurinë kujt don ai. Dhe ai e merr gjitha këto pe kujt don. Fakti që ti e thush këtë për Allah xhallahu ala është lloj lutje. Por lutje që s'ka kërkesë. Lutje që përmban vetën e saj vetëm falëndrim dhe lavdim te Allah xhallahu ala. Kulillahumma malikal mulk. Thuaj o Zotim, malikal mulk. Ti je poseduesi dhe pronari i tërë pushtetit. Andaj në bazë të kësaj tu'til mulka man tasha. Ja jap nga ky pushtet kujt të don sa të don. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dhe ja rëmban, ja merr pushtetin kujt të don. Wa tu'izzu man tasha. Dhe si pasojë e këtij pushteti është se ti e ngrit, tu'izzu man tasha. E ngrit këndon, wa tudhillu man tasha. E nënçmon dhe e përbuz kënd të don. Bi yadika al-khair. Në duat e tua është të mira. Innaka ala kulli shay'in qadir. Dhe ti je për çdo gjë i mundshëm. Gjithçka mund të bëhet. Çka don ti bën? Ndërsa
lloji i dytë i dua kërkesës që është me kërku pe Allah xhallahu ala diçka, është lutje që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse është e njohur lutja në lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në hyrje të namazit të natës, nganjëherë ka thënë walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi waman fihin. Në kodë të duas më të gjonë, e ka thënë këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Ty takon të falënderimi, ti je meliku. Apo do të udhëheci ai që i takon pushteti, sundimi i qieve dhe i tokës dhe asaj që kanë ta. Dhe pastaj ka kërkesa për falet mëkateve që marrën në fund të lutjes. Pastaj gjithashtu do të thotë ka hadith në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka pas tradit nga njerë me e thonë në fillim të namazit, dua ul istiftah, lutja hapes namazit, sikur se kanë subhanakën, apo edhe këtë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, dhalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi, faghfir li dhunubi jami'an. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Do të ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anta al malik, o Zoti jam, ti je al malik, ti je sunduesi. Ti je el Malik me kuptimin që se kam herët, la ilaha illa ant, nuk meriton të adhurohet askush posa teje, anta rabbi wa ana abduk, ti je Zoti im e unë jam robi yt. Pastaj ka thënë dhalamtu nafsi, unë i kam bërë padrejtive të time, fa ataraftu bi dhanbi. E pranova mëkatin tim, andaj më fal mëkatin tim, gjasë nuk i fal mëkat askush posa teje. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përdorur këtë emër, do të thotë te Allah xhallahu ala, kur ka kërkuar diç pe Allah që nuk mund të jap askush posa Allahut. Falë mëkateve, pushtetin, autoritetin, këtë së një apë askuj për Allah xhallahu ala. Në nga njerë ne kurim përballë sfidave, ose probleme madhore, apo që mund vetëm ai që ka çdo gjë në dorë me zgjedh, mund të drejtojmë me Allah xhallahu me këtë emër el Malik. Kjo mund të jetë lloj-llojshme. Që mund të përzihet e mendoni emrin tjetër të Allah xhallahu ala. Për shembull se sigurisht se ka më herët Malik Muqtadir, edhe është Malik dhe është i gjithëmundshëm dhe gjithfuqishëm. Ose Malik Rahim, me përmend me kombinim me emrin Allah el Malik edhe el Rahim. Andaj përballë problemeve të ndryshme, përballë kërkesave që s'ka mundsi askush të plotson, as minimumin e saj. Për shembull, sot a ka mundsi dikush bile nga pasuria me të jap diçka, ka mundsi. E pa ka mundsi dikush në gjuna të vogël me ta fal? S'ka mundsi. Ne kur je përballë këtyre kërkesave madhore që s'ka mundsi as minimumin e saj askush me ta dhon, preferoj që në kuadër të kësaj të përmend emrin Allah xhallahu ala el Malik. Ose sikurse e ka përdorur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prandaj nga ndikimi i këtij emri është që të dimë edhe ta thrasim dhe lutim Allahun xhallahu ala përmes këtij emri, sikurse na ka mësuar Allahu në Kur'an dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, dhe ne do të ta përdorim këtë emër në kërkesat e ndryshme që i kemi gjatë jetës sonë të përditshme. Elus Allahun e manduar që të na ushqen zemrat tona me dashuri ndaj tij, me mendim të mirë për të, me njohje ndaj tij dhe me jetë të këndshme dhe të bekuar në këtë dunjë dhe shpëlimin në botën tjetër. Allahu e shpëlej për vëmendjen dhe për sabrin, me kaq po japon fund. Diell në ardhmë sikur që jeni të informuar, nuk ka ligjërat për shkak të Bajramit, e vazhdojmë sot dy javë inshallah me lejen e Allahu xhallahu ala. Allahu e shpëlej. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.